Unë jam Eriona Muje dhe jam pjesë e grupit Spiral. Çka na ka inspiruar me kon pjesë e këtij programi është se është një program ku ofron hapësira kreative, të cilat mendoj që nuk kanë ekzistuar më herët në Kosovë, edhe ofron një mundësi që me kriju projekte të cilat janë edukative. Ky projekt ka me qenë një instalacion që vendoset në hapësira publike, do të jetë një kupolë arkitekturore, e cilën do ta bëjnë prej shishive plastikës që janë të reciklueshme. Kena mi përdor të gjitha makineri që gjenden në Tygola, pjesës së cilës do të jetë edhe 3D printeri, pasi që na duhet për lidhjet e kupolës, që është tani më i rëndësishëm, dhe brenda asaj kupole do të hyjnë vizitorë që të shohin projektin tonë. Domethënë të programit kemi mësuar shumë sene të rëndësishme. Një prej tyre që ka qenë bashkëpunimi, edhe organizimi i hapave, domethënë prej hapit të parë deri në hapin e fundit. Projekti jonë promovon riciklimin edhe ripërdorimin e materialeve në mënyrë kreative. Çka kemi dashur me dhomë përmes projektit tonë është mi tregu komunitetit edhe me i bo ata me menu ndryshe për plastikën edhe mos mi mendu si diçka të pavlerë, po me pasi diçka që mujnë me kriju një hapësirë edukative dhe interaktive përmes tyre.